e opozitës dhe në veçantit koalicionit djathtës për zhvillim tonë. Duhet të pranojmë që Edi Rama qëndron në pushtet dhe arriti këtë rezultat edhe për fajt gabimeve të opozitës edhe të tonin brenda kësaj. Përgjegjësia bie kryesisht mbi lidershipin e partive opozitare, duke filluar nga koalicioni ne djathtës për zhvillim. Dhe me thënë, kjo është një përgjegjësi që e mbaj unë personalisht, si me thënë, sharrin e humbjes, edhe për këtë motiv, si me thënë, largohem nga drejtimi i koalicionit. Atje, për t'i hapë rrugë, njerëzve më të ri, se sa unë, ndoshta edhe më energjik. Për para se të ashu, du më bëjmë një analizë shkurtë, një vlerësim, po t'japim njerë mirë njohje atyre që na votuan, sa do pak, 6-7.000 veta që janë aty që kanë metë, se mund të gjenë edhe pak më shumë, po gjithsesi nuk kanë qenë e hata e madhe, sepse janë përballë si njerëz lirë për çaj ide lirie dhe demokracie për alternativën tonë. Jo për të justifikuar, po shqiptarët duhet ta dinë se zgjedhjet në Shqipëri kanë qenë një lloj farse, po jo siç thot kjo palja tjetër, kanë qenë një farse midis dy partive kryesore, dhe në fakt ja kanë mbrit qëllimit të dyja, një për të marrë pushtetin, një për të marrë opozitën. Nuk ne në fakt jo ne, po thuajse gjithë si ne, po disa e qanë rrethimin janë përplas jo me Parti Socialiste, po me një parti shtet, me shtetin shqiptar. Edhe rezultatet e sipas këtij sistemi e tregojnë, PS-ja ka marrë 53% votave dhe do të merrte 74 mandate, ka marrë 83. PD-ja me 32%, 33% votave, duhet merrte 46 mandate, ka marrë 50. Dhe gjithë subjekte tjera ne më të vejlit në këtë mes, kanë marrë gati 220.000 vota. Edhe përfaqësohen vetëm me 7 mandate. Për të kriju një idenë se me çfarë sistemi janë bërë zgjedhjet. Kjo është pasojë e listave të mbyllura, por ka dhe probleme tjera, sistemi zgjedhor. Një, ajo që është premtuar me vite që do bëhesh elektronike, që të evitoheshin gjithë të sherrët tjera, nuk u bë fare. Kontrollin mbi zgjedhjet e patën prap dy partitë e mëdha, se këto kanë komisionerët e këto kanë vëzhguesit e gjithë. Votat e diasporës që u mendu që do binin ndonjë ndryshim, nuk prunë një ndryshim, prunë i favor vetëm për pushtetin, sepse në 12 qargjet ndryshuan vetëm një mandat, kaq që efekti. Atje. Ka dhe shumë probleme tjera. Gjithsesi ne do ja lejmë raportit OSBE-s, ODIHR-it, ne i kemi thënë gjithë ankimimet tona, por ne s'duhet bim në pesimizëm, as në përhumbjen se këtu ka shumë subjektivizma brenda, por duhet jemi të motivuar për të bërë detyrën tonë, nga të cilët ne gjykojmë që detyrat që kemi si parti opozitare, si forca alternative brenda opozitës, mbasi kemi bërë një analizë të shohim tash ku janë defektet kryesore, për të bërë, do vazhdojmë betejën për të bërë 3 ndryshime kryesore. Ndryshimet kushtetut, rishikimin e reformës territoriale dhe reformën zgjedhore. Pa u bërë këto 3 gjëra, zgjedhjet në Shqipëri do jenë përsëritje të këtyre zgjedhjeve dhe kam idenë që ndoshta rezultati mund të jetë edhe më negativ. Në këtë lloj mënyre si po vazhdon Shqipëria, fatkeqësisht po shkon atje ku e kam thënë shpesh herë para zgjedhjeve, drejt republikave ish sovjetike, ku një njeri e mban pushtetin 20 vjet, shajon edhe një opozit që bëjnë sigurzien, por ndryshim alternativ reale nuk ka. Kjo është, si thush me pak fjalë, deklarata jone imja personale si kryetar i djathtës për zhvillim. Tash edhe zoti Alibej do t'ju lexoj këtë një analizë pak më të thellë, po e them, po me pak fjalë kjo është zgjedhjet i kemi humbë, pranojmë defektet tona, gabimet tona, unë i pari, përgjithësia është e imja personale, prandaj dhe largohem nga kjo punë, për t'i hapë rrugë, nga gjithë zgjedhjet, po them edhe i fjalë para se ta mbyll,
pati një element pozitiv, që parti të reja, parti që s'kishin hyrë, e qanë rrëthimi. Me të thonë të reja, e qanë. Kolegët tonë, mund të kemi pas dhe rival, mund të kemë marrë dhe vote që i kemi pretendu ne, për t'i marrë, i kanë marrë ato, bravo i qoftë, edhe i urojmë punë të barë dhe shpresojmë që do jenë zotë prodhojnë një sinergji më të madhe politike që ta hapin këtë hapësirë, edhe për tjerët. Ky është elementi i vetëm pozitiv i gjithë këtij procesi zgjedhor. Pjesa tjetër, e shikoni vetë, është vazhdim dhe konsolidim i pushtetit i partisë shtet, me mjete të reja, sigurisht më moderne, më ashtu, me financa më të mëdhaja. Por kjo është rezultat, ta thash, ne marrim përgjegjësitë tona në këtë mes. Do të flasë dhe zoti Alibej. Nuk duhet të shtoja asgjë më tepër se çfarë zoti Shehi tha. Fakti është fakt.